Në qoftë se partitë opozitare, tashti, e votojnë presidentin Blanco, atëherë faktikisht po e votojnë një zgjatje të zotit Kurti, një zgjatje në kuptimin e ekzekutimit të pushteteve. Do të thotë e ka qeverin, po i ndihmon që ta marrë edhe presidentin ashtu Blanco dhe pastaj zoti Kurti do ta ketë kryetarin e parlamentit, kryeministrin, presidentin. Cili është kuptimi i demokracisë atëherë në këtë vend. Atëherë ne nuk ka nevojë. Sa brengosën njerëz për këtë? Është e parëndësishme sa brengosën njerëz. Unë mendoj që politikanë, deputet duhet ta kryejnë detyrën e tyre dhe të tentojnë që të mos lejojnë një rrëshqitje në ndryshim ndoshta edhe të sistemit politik. Për shkak se pse e thu? Dëgjoni. Në qoftë se e shehni Maduro i ka pas fitu 51%, kur i ka fitu zgjedhjet. Mirë, po në momentin që i ka kap gjitha, atëherë është ba Venezuela ashtu sikur që është ba. Unë nuk du të besoj që Kosovë varshet në diçka të tillë. Mirë, po du të jemi kujdesshëm dhe, për shkak se thonë si qytetari i Republikës Kosovës kam votu. Mirë, po unë du që ata deputet të cilët e kanë marrë votën e popullit të mos shkojnë në... Po i drejtohesh taksativisht kujt? Absolutisht të gjithë deputet, PDK-s, LDK-s, AK-s, të gjithë. Që të kenë kujdes dhe të mos lejojnë që shteti ynë të rrshqas në diçka tjetër. Që në kupton kjo? Që në kupton që të mos lejojnë që shteti ynë të rrshqas në një sistem autokratik. Çfarë të bëjnë? Thjesht të përpiqen që ta ndalojnë këtë. Si? Dhe këtë ndalojnë me votë. Që të përpiqen duke ofruar që të diskutojnë me zotin Kurti, që të mundohen që ta bindin për një kompromis, dhe zoti Kurti gjithashtu të tentoj që të ofroj kompromis për shkak se hipotetikisht po themi këta e votojnë. Zoni Osmani tha, po nuk qëndrua në sallë, ju e dini çfarë ju pret. Shumë në rregull. Paraqit me një gjuhë gjysmë, nëse më ta them kërcënuese ose shumë mirë, në rregull është. Siç shpar nga tjerësi shantazh. Në rregull është e farpune se zonja Osmani e ka drejtën e botës që të tentoj edhe të provoj prapë bëhet presidente. Secili person që futet. Po, pra, absolutisht. Kërkush s'ja mohon ata. Por deputetët e partive opozitare e kanë obligim moral dhe ligjor që ta ruajnë kushtetutën dhe sistemin politik të cilin ne e kemi këtu. Dhe të mos lejojnë që shteti që të rrshqas, po e përsëris në drejt autokrasisë, ndoshta edhe diktaturës. Por shkak se, për 4 vite lëvizja vetëvendosje e ka etabluar sistemin e saj deri diku. Çka i ka mbet? I ka mbet gjykatat, pa i kap, madje ka fillu edhe prokurorin. Disa i ka kap, disa jo. Kur kapet edhe kjo, neve historia na ka tregu që ka pas persona apo politikan të cilët e kanë ndryshu sistemin pastaj gjithmonë duke i sulmue sistemin juridik të shtetit. Por shkak se ligji është ai që i ndalon shumë sene.